Në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës u zhvillua aktiviteti artistik me temë ngjyrat që dëgjojnë muzikën, një mbrëmje që bëri bashkë artin pamor, muzikën dhe psikologjin për të përcjellë mesazhe mbi ndikimin pozitiv që arti ka në shoqëri. Muzikologu dhe ideatori Çamil Gjurezi thekson se arti është një nga mjetet më të rëndësishme për edukimin kulturor dhe shpirtëror të individit. Muzika dhe piktura kanë misionin e tyre artistik, por në një tjetër kohë kanë edhe misionin e tyre përmirësues, këshillues, formues etj. Nga këndvështrimi i psikologjisë, Antonieta Pero ndalte roli që luan arti në mirëqenien emocionale dhe shëndetin mendor. Çdo vend ku ka aktivitet Shkodër mushet plot. Këtu vijnë fëmijë të vegjël, këtu e njekun me shumë dëshirë këtë gjë. Pra, gjyshat, prindrit bajnë këtë që i marrin fëmijët me vedi, që kjo gjë trashëgohet dhe kjo non Shkodër. Shkodra është një mrekulli në tana punë. Atmosfera u pasurua edhe nga interpretimet muzikore të Lulka Merkulej dhe Ersa Mashit, të cilat sollen emocionet e publikut dhe dëshmuan se muzika mbetet një nga format më të fuqishme të komunikimit artistik. Muzika gjithmonë është, unë them ashtu, ushqim për shpirtin. Sa më shumë dëgjohet muzikë, këndohet muzikë e pastër, e bukur, aq më shumë njerëz të mirë do të kena, njerëz të qetë, njerëz pa probleme, sepse muzika e zbut shpirtin. Që në moshë vogël kam qenë e marrur me muzikë, edhe fakti që tani po e përcjellin një aktivitet ku lidhet arti me muzikën është shumë mreslënës për mua. Aktiviteti u mirëprit nga të pranishmit në mënyrë të veçantë nga pjesëtarët e shtëpisë së të moshuarve Shkodër, duke përcjellë mesazhin pozitiv që sjell arti në zhvillimin e shoqërisë.